Është shumë kënaqësi gjithmonë kur takoj nga afër studentët e mi të dashur, por kjo studente jo në akademi, kjo vajzë, kjo super grua, super nën, e cila ka ardhur nga Kosova që të më takoj, shumë vlerësim për mua. Ka punuar në shumë trajnime me mua, ka punuar prej shumë vitesh, dhe tani po vjen me bashkëshorte dhe me vajzën që të më takoj. Jam shumë kurioztare të jap një përqafim, të shikoj energjinë e asaj se si është momenti i përqafimit. Për 5 minuta del kënga që e këndon Sara me lirën, edhe fjalët janë fjalë zemre të lirës, e cila e aktivizoi këtë talentin e vet, pasi u fut në zemër, pasi punoi me brendësinë e vet. Ja se i kemi provat për 3 minuta. Edhe sa bukur e sill Zoti, ë? Jemi këtu nga afër. Lira. Nga Jona kam kuptuar që asnjë gjë nuk është rastësi këtë jetë. Dhe rastësia sot për të vërtetuar na takoi Zoti bashkë. Do me thënë nuk e di si erdhën gjërat kështu, pa planifikuar as pak, për 2 minuta jemi këtu bashkë që ta festojmë. Lira, jam shumë krenare për ty. Këto fjalë ti ke dëgjuar nga unë shpesh, edhe të mbyllja e trajnimit e të seansat bashkë, po jam shumë krenare, ta them kështu, nga afër. Tani mos çaj se kemi qartë trajnim, jemi kënaq. Lira aktivizoi kreativitetin e vet. Do të thënë gjithmonë ka shkruar bukur, por e aktivizoi në një nivel të frikshëm. Vazhdojmë, hajde, 4, 3, numëroni. 2, 1. Doli! O zot, do qajmë tani.